Mirëmbrëma zona o zotëri, mirë se po takohemi në transmetim të drejt për drejt në edicionin më të ri të Politikos këtu në televizion në Gazetarëve në kanalin 10. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Në ditën e parë, tani më që e kemi të konfirmuar që situata politike do të kërkojë zgjidhje nëpërmjet kërkesës edhe njerë ose drejtimit të partive politike tek sovrani që nuk kupton zgjedhje të reja. Kur mund të ndodhin ato nuk e dim. Nuk e dim nëse do të jenë 7 qershor ose në fund të majit. Gjithsesi e dim që sot ka pasur një takim të kryesuesit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radoniqit në takim me ushtruesin e detyrës së presidentes Alberina Xhiu, e cila ka ftuar subjektet politike nesër për një takim dhe do të marrin pjesë që të gjithë për të përcaktuar datën kur mund të jetë ose kur do të shkohet në zgjedhje. Dhe kur e dim që do të shkohet në zgjedhje dhe nesër do ta marrim vesh datën, një ditë përpara ndoshta do duhet ta dim të paktën nëpërmjet opinionit tuaj, kush e ka fajin për këto zgjedhje? Kush është fajtor për shkuarjen në zgjedhje? Është vetëvendosja, është opozita? Në sfondin tim edhe në këtë. Përndryshe këtë përgjigje mund ta jepni në YouTube. Nga sot e tutje do të kërkojmë që të komunikojmë më shumë me juve zonja o zotëri, duke e parë që situata politike ka ndryshuar rrëndësisht dhe në YouTube mund ta jepni përgjigjen tuaj në mënyrë që ne në fund ta japim rezultatin përfundimtar. Pra ka anketa edhe në Facebook dhe në YouTube. Në YouTube mund të votoni, në Facebook mund të komentoni. Ne i lexojmë edhe komentet, i numërojmë edhe votat dhe komunikojmë bashkë me juve. Në fund, përndryshe, inkorporojmë edhe pyetjet tuaja. Sot e kam përfaqësuesin ish deputetin e lëvizjes vetëvendosje, deputet në disa mandate, zotin Mefail Bajqenosi, një nga deputetët më të zëshëm në Kuvend Kosovë dhe sidomos nga radha televizjes vetëvendosje bashkë me neve në studio. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën Kushtrim. I dëshiroj mirëseardhje zotit Halil Matoshi në krahun tim të djathtë, kolegut tim gazetar dhe komentator. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Matoshi. Kënaqësi, Kushtrim, faleminderit. Na është rikthyer në studion e Politikos një nga zotrinjt që ka drejtuar debatin për vite rresht, emër i njohur jo vetëm për redaksin, por për mbar opinionin publik, Rit Berisha. Mirëmbrëma Berisha, mirë se ke ardhur në studio. Të gjatë, mirëmbrëma juve, musafirit nderuar, kolegëve natyrisht, me të cilët kem bashkë nda diskutimet shpeshta analitike, shpresoj në një debat. Të zjarrt. Po them të zjarrt, por mendoj përgjigje ndoshta më të qartë mbi Zallamahi. Ne duhet ta nisim me Bajqenovsin këtë, por para Bajqenovsit ta prezantojmë edhe zotin Ken Shala, i cili na është bashkangjitur këtu në studion e Politikos me kravatën e tij të gjelbërt, por gjithmonë me fletorën e tij të kuqe. Mirë se ke ardhur në studion e Politikos. Përndryshe renditjen e kam shumë interesante. Renditjen ndoshta shumë kush do priste që krenari të jetë këndej, por ja që krenari nuk është andej. Është më interesante. Jemi direkt në YouTube, zonja o zotëri, bëuni pjesë e këtij emisioni. Unë do ta shpërndaj në këto momente në telefonin tim. Këtë e bën zakonisht edhe Mef Bajqenovsi për arsye se sa herë që vjen Politiko me një farë forme thehen disa rekorde personale, pse jo edhe republikane. Kështu që bëni edhe ju zonja o zotëri, sidomos bëuni pjesë. Shumë interesant, 4000 qytetarë ende pa nisë emisioni. Tani parashtrohet pyetja pse? Sepse mendoj që jeni një prej emisioneve më objektive dhe njëri prej emisioneve më të shikuara në Kosovë. Faleminderit shumë. Po unë mendova thash në kuadër të skenës politike, thash mos ndoshta është problemi i vendosjes pyetjes që e kemi. Kush e ka fajin, kush na çoi në zgjedhje? Bajqenovsi po nis me ty, me që ja drejtova opinionit publik, këtë pyetje do ta bëj ty fillimisht. Kush e ka fajin për zgjedhjet, vetëvendosja ose opozita? Mendoj që kemi dhënë, faleminderit, mendoj që kemi dhënë prova të mjaftueshme që ne kemi qenë dhe jemi deri dje në mbrëmje, kemi dhënë prova të mjaftueshme dhe kemi bërë lëvizje të ndryshme që vendi mos shkojë në zgjedhje dhe gjithmonë kemi prirë me procese, me kërkesa për takime. Po flasim pak kronologjikisht duke filluar nga takimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me kërkesë për takime me Partinë Demokratike të Kosovës, para shkarkimit të kuvendit nga ish presidenti Osmani dhe pas daljes së vendimit të gjykatës kushtetuese që ka qenë shkelje, pra nuk ka qenë vendim ligjor. Dhe pas kthimit prapse prap ne kemi filluar me procesin për vazhdimin e bisedimeve dhe kërkesën për opozitën që ne ta kemi presidentin. Ju e dini
Lidha Demokratike e Kosovës, ne i kemi ftuar dhe ju kemi dhënë edhe hisën e qeverinë e Kosovës, duke filluar nga zamës kryeministri i parë dhe 4 ministri, po ashtu ka qenë edhe pjesa tjetër ku i është dhënë kryetari i kuvendit, pasi që ata kanë thënë se neve po na intereson njëra për institucione më të rëndësishme. 3 pozita shtetore nuk mund t'i merrni. E njëra ka qenë kryetari i kuvendit, nëse nuk e dën hisën e qeverinë e Kosovës. Pastaj e kemi pas të njëjtën me Partinë Demokratike, ku i kemi ofruar që të ndërrohen, pra le të bëhet Vlora Çtoka apo Bedri Hamza kryetari i kuvendit, dhe ata edhe nuk kanë marrë pjesë fare në diskutim, por edhe kërkesën tjetër të zotit Kurti, ku thot se ne po i kërkojmë 3 emra që ti deponoj Lidha Demokratike apo Partia Demokratike që ta kemi presidentin konsensual bipartijak, të cilën vetë opozita ka thënë që nga fillimi deri në fund. Dhe fatkeqësisht nuk kemi pas asnjë lëvizje nga opozita, dhe ja ku kemi pritur edhe 2 ditë e fundit, kanë thënë se ju nuk po doni me bë persona të caktuar, nuk po i lejoni, ne i kemi thënë bjerni në shkrimet, pra pasi keni thënë i kemi 15 në shkrime, dhe kandidatën e ju po e... Që i bie opozita është fajtore, si pas juve? Absolutisht. Okej, tu do sfidoj pak. Vetëm asgjej një lëvizje të opozitës që e ka bërë, sepse këta po thonë ju i keni 51%. E ka kërkuar opozita presidentin konsensual. Po, bipartijak. Vetë prej fillimi e ka nisë. Bipartijak. Tani pyetja është legjitime në këto momente. Pse si keni bërë më herët? Pse zonën Rushiti se keni propozuar më herët? Ndoshta do të kishte mundësi që të zgjedhej eventualisht, sepse zonja Rushiti është një personalitet që e gëzon respekt, mbar politikë dhe mbar shoqëror për arsye të aktivitetit saj. Pse s'ka ndodhur kjo më herët? Ndoshta më herët nëse do bëhej, ndoshta do pranonte PDK-ja, do pranonte LDK-ja. Ata kanë thënë ne i propozojmë. Ne kemi prit propozimet. Nuk kanë thënë që ne do t'i propozojmë. Ne kemi propozuar, ata kanë thënë, po pse s'ka dalë një figurë e tillë? Ja, kushtrim. Pyetja, unë mendoj që ata nuk kanë thënë. Pyetja është direkte, tani përgjigja është diçka që duhet të kushtrim. Përgjigja është shumë e thjeshtë, sepse ata kanë thënë ne i bëjmë propozimet. Jo. Ne kemi bërë propozimin kur e kemi pa që më nuk pat më dilema, sepse opozita u barikadu dhe tha që më nuk japë më. Cila është arsyeja që opozita shembull nuk pas ka dhënë? I bie që opozita e ka programuar gjithë këtë situatë për shkuar zgjedhje. Pikërisht unë mendoj që e ka programuar edhe ju e keni pas që i kemi lutur deri në momentin e fundit, deri në orën 11 natën. Ju lutem sjellni, nëse ju edhe 3 propozime sjellni 15 në shkrime, nuk kanë qenë gjendje, sepse dua ta bëj. Ju keni qenë të gatshëm ta votoni edhe Vjosa Osmanin? Pa marr parasysh se cilin emër kryeministri e ka thënë dje në konferencë. Sillni 15 në shkrime me cilin do kandidat. Edhe Vjosa Osmanin? Për se cilin, nuk po jep emën. Ata kanë thonë edhe Vjosa Osmanin. Ata e thoshin. Po ne nuk kemi thënë që nuk bën. Kryeministri nuk e ka thënë. Ne i kemi kërku 15 në shkrime dhe po du një gjë me thonë. Sepse po manipulohet në publik, jo këtu. Edhe procedurat janë shumë të qarta. Lidha Demokratike është dashur të mbledh 15 në shkrime. Ato 15 në shkrime duhet t'ja dërgoj grupit më të madh parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje me 15 në shkrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës ja bashkangjet në shkrimet tjera të lëvizjes vetëvendosje e dërgon në sekretari. Sekretaria e Kuvendit e ka obligim me ja dërgu kryetarës së Kuvendit. Kjo është procedura të cilën LDK-ja e din saktësisht. Nuk bëhet hajgare, po dalun e din konferencë. Ka dalë hajgare me atë konferencë me këtë. Hajgare. Në Miravziçiku. Kërkone, ai është hajgare. Duhet të deponohet. E vërtetë që nuk është e protokolluar. Jo, është e vërtetë që nuk është e protokolluar. Po du me tregu proceduralisht. Kur ka seriozitet, ajo dërguhet në grupin më të madh parlamentar dhe deponohet në sekretari. Sekretaria e Kuvendit e ka obligim me i drejtu kryetarës së Kuvendit. Ja ku është edhe në shkrimi për kandidatin e ardhshëm, edhe ato futen në garë. Por nuk mund është përmes konferencave për shtyp si Lidha Demokratike e Kosovës që dilte me një farë letre dhe tregonte e cilës datë është, ose nuk dilet sikurse që ka dalë deputetja në fjalë në orën 8-7
pas dite dhe të thotë se ne jemi gati. Nëse je gati, dëshmoj në nënshkrimet kushtrim. Nuk i kam pas nënshkrimet. Andaj ne kemi kry punën edhe mendoj që opozita nuk kishte interes. Vetëm pak, para se të jap fjalën se këto do ta ballavazhojmë. 51%, 51.1%. Po. Maramense si shifër. Po. Asnjëherë arritur deri më tani. Nga 51.1% të mos arrihet gjendet një president, edhe shkohet në zgjedhje me president, dhe pak a shumë të rrezikohet 51.1% si përgjigjesh votuesit tënd Bajqinovci. Se tani kjo është goxha një rrezik i madh. Po, është e njëjta gjë e cila ka ndodhur vitin 2025. Ta nuk e kanë problem presidentin. Këta kanë një njeri problem. Ai quhet Albin Kurti. Këta edhe me vitin 2025 nuk e kanë votuar Albolena Axhiun dhe e dërguan vendin e zgjedhje. Ju e dini. Pra nuk e votuan dhe shkoi vendin e zgjedhje. E njëjta gjë po ndodh tash me presidentin. Pra nuk është problemi te emri presidentit, është problemi te Albin Kurti. O nuk po e duron dhe nuk po e pranon opozita rezultatin e 28 dhjetorit. Ju e keni pa deklaratat e tyre, edhe të disa analizë duke thënë, shiqa, na jemi djeg, s'kemi çka më u djeg, jemi djeg deri nasht. Tash na nuk dëmtohemi nëse shkojmë zgjedhje. Haptas more ka thonë opozita këto? Po, okej, le ta hapim debatin. Tash dëmtohet lëvizja vetëvendosje. Kështu ka qenë. Hajde ta hapim debatin, ma doshim me ty, fajtor opozita ose vetëvendosje për shkuarin zgjedhje. Urdhro ta ballavazhojmë mefin tani me. Po, fajtor është opozita. Sepse po reziston, nuk po nënshtrohet. Prandaj është fajtor. Po t'ja ke thonë që duhet më shumë zgjedhje. Po, jo, ka dalë. Jo, ka mos del tash. Jo, unë s'kam A je thonë. çaja Lili që e konë? Me fajl. Ja, As nuk më thonë duhet, as nuk duhet. Ja, Unë ja, kom ke thonë që thonë, e që ka tri njetë janë me të shkull përcjell. zgjedhje. Pse mos më shkull më zgjedhje? fajl. Ja, ke me thonë. fajl, Ja, ke se thonë. kemi edhe Mufaila dhe me Ja, Fajila. ja. Ke thonë, duhet me shku në A kom zgjedhje. thonë duhet, apo kom thonë do të shkojnë në Ja, zgjedhje. duhet. Ke thënë në momente të ndryshme, ke thënë edhe duhet shkohet në zgjedhje sa herë që duhet për ta shoshitur situatën, e ke Sa thënë. herë që duhet. Sa herë që duhet. Po pse ju? Peshe? Unë s'kom thonë që duhet. Birë, pranoje. Zoti Bajqinovci me respekt. Unë kom thonë që sa herë duhet më usheru demokracia, pe i pengesave duhet me shku në zgjedhje, sepse ma mirë në zgjedhje se votimi pa kvorum. Sigurisht që ma mirë. Edhe unë e kum lavdu, do më një kum lavdu, për që s'kini shku në qmendunin. Sikur që kini provu një natë për Që do para. më thonë çmenduria? Qmenduria do më me shkel kushtetutën e me dy kom. vendit, cilën e udhëheq. Hej, me 52%, po thuj se 52%, edhe me thonë, nuk pe njojnë rezultatet, kush në këtë vend rezultatin zgjedhore se ka mohu, në një, e ka njoft rezultatin zgjedhore që të gjithë, është kjo ju ku vendi me instancët e ti një rekorde, shpejt, është kjo ju qeveria pa asë një vretje, non pas një pengesë, Veç për harën që të njëjtën e kena pas edhe në 2025. E ka pas mundësin. Po nuk e kanë leju as kovendin me kriju. Zoti Bajqinovci, qeveri me 52 numra, 52%, pse jo numra, në këtë rast, une e pranoj që s'do duaj koalicion maskon. Sepse ki mundësin me qeveris vetë. Dhe këtu s'kemi mos pajtim. Por, për presidentin, sistemi kosovar e përcakton që dush me gjithë konsenzus me të tjerët ose marrëveshje politike. S'po thëm koalicion. Ju i një shku keni ofru koalicion poshtnus. Pse poshtnus? Koalicion ma poshtnus, se me thonë. Më falë, Zoti Bajqinovci, se u mundova mus me ndërhy, Respekt. Lutëm. Problemi është që LDK-s, ju i keni thonë, jo, më falë. Kryeministri Kurti, pejsot kryeministrin detyrë, i ka thonë, hajde bënu zavens i jemi. Tu e haru që son zavens i ti, po zavens i kryeministrit Republikës Kosovës. Më falë, këmo fakt. Nuk po mashtoj. O fakt. Nuk ka zavens tamin, Zoti Bajqinovci. Ka zavens kryeministrit Republikës Po mirë dhe, edhe? Mirë, tjetra. Zoti Kurti vetë i din në shkurt, në mars, deri me 5 mars, vetë ka thonë, me gjas na shkojmë një cikël të zgjedhore. A ka thonë, apo po shpifjone? Jo, a i ka thonë, në rast se opozita nuk e pranon
rezultatin edhe nuk ulet. E ka pranu rezultatin. Shiko, o zoti Pajqinusi, vullneti i popullit Kosovës. Se na pe përmendim shumë muzbona si Albini me përmend se dje ka përmend 300 herë popullin. Po jo popullin. 300 herë, ja ku numru. A i numëri ju këto sa? Jo, i numërojmë, Alel. Qytetori, o zoti Pajqinusi, na votojmë si qytetori, jo si popull. Se se di që ka menon popull, u e di qytetori që menon me nu mirë me familjen e vetë, në vendin e vetë. Pse s'po bosh korrekt, Alel? Pse s'po thuj? Qa ko jo korekte? Ko jo korekte që s'pe pranën që opozita ka deklaru se ne po kërkojmë një president konsensual bipartijak. Pse nuk e... Vërtet, ku shë mëhaj këto? Pse se ka quanë? Prit, ashprit. Zbrina aty. Lejo në një fjali. Zoti Pajqinusi, opozita edhe na, të gjithë, që si jemi opozitë se na s'morëm vendime, a drejtëm dahon ju e keni kryu perceptimin se në studio televizive s'ka pas bëjtet opozite. Sas njëherë? Vallaj, ti e krye opozitara. Sinqerisht. Unë bile besej që opozita... Jo, po na i bojmë opozit. Mbrapa teje, bile morën vendime kur të dëgjojnë ty. Unë e menej që edhe morën vendime. Po duhen dikon ka shumë ndikon. Zoti Pajqinusi, partitë politike i kanë organ të veta drejtu se morin vendime, na këtu s'morin vendime. Zoti Sadiku e din, ridi edhe krenori po ashtu. Na flasëm çka menoj. Sepse liria mendimit jo veç që na i garanton, po është edhe se vabë, me kallëzu njeri çka menon. Një mendim ma shumë me dhonë këtë vetë. Miro me menu vetë kanë erë, jo si opozita. Shiko, ata na kësha menojnë si na, se na si opozita asë njëherë, me fajl. Dhe e fundit, Albin Kurti, si kur vitin e kalu, edhe ja u këmë thonë, me 12 shkurt, me 14 shkurt, në falj, në mbromje, ku ja ka njës aty fjalimet pa kry dhe pa koncept, ka thonë institucione o popull, o qytetarë, nuk keni me pas. Ndodhi që ashtu si vjetë. Atë kujtohet me fajl Pajqinusi kur zoti Kurti ka thonë, i kem 3 prioritete. Kuvendin dhe instancat e ti, bugjetin dhe marrëveshjen ndërkombëtare dhe qeverin. Presidenti, pyetja shtruaj, është e katërta. Qa ty e kumë po që njetë me bon president këtë vend se ka. është kështu vetëm pak në ta e përgjigjesh. Adin se. Ta e përgjigjesh pas taj këthe me rritë. Alili hiç Po s'ka argumentin. Po nuk po del të argumenti kryesor. Është zoti Pajqinusi ti, Kushtrim Sadiku dhe natë të tjerët e dinë se. Nuk e din askush. Albin Kurti e ka zotu një marrëveshje, të cilën me zbatu është vetvrasje politike. M'falni, që kjo problemi Albin Kurti. S'ka asnjë problem tjetër. A keni po sa depresiv, sa fituesi zgjedhjeve, sa nervozosh? A keni po? Unë jam kon atë. Prom me fajl ju i njësjell si në mërë. Veç ajo kon prom mas mesnotë si vdekje. Jo, po është për gjënah me qu venin e zgjedhje për shkak të një opozite të papërgjeshme. Po e ka parlajme vetë Albini me fajl. Po lejëm tash, te po munohesh me ti nuk po del të thelbi. Ti s'po dën me dol të thelbi. Ti s'po del me kritiku opozitën, apo? Jo, me shërë gjallë. Po tash që kjo që ka met, ti si kërë opozitor. Po Albini prom tha, këta zvinë mo këtu, jemi veç nafa. Jo, Halil. A kishe pranu ti zoti Pajqinusi me rritë thmin një shtetë, po është një parti? Jo, s'tash be se s'ka, nuk është parti. Albini e tha, jo unë. Nuk e thash be, Halil. Na bile këtu jemi shumë plural. Albini e tha që duhet mundru opozita. A populli a opozita? Jo, opozita. Po një pjesë e populli qatë opozita, jo, po duhet me ndru ndashtë atë opozitën, sepse është opozit. A popullin a opozitën? Jo, opozitën. Popullin, ku thonë popullin 49% mendoj. Se s'po kalëzën shikuzve që kjo opozit pri fillimit ka deklaru që na do t'a bëjmë, ne e kemi prioritet një president konsensual në bipartijak. O kërkuan tri emra ja kërkoj Albin Kurti. Pse s'po bosh korrekt me thonë po Albini i ka kërku 3 emra edhe tha po ja u votoj. Pse s'po del të tema ku është... Sepse në mëngjes i ka kërku 3 emra, në mesnot i ka qitë 2 vetë. Glau Konjucën dhe atë zonjën Kolqo. Po flasim për ekstra tajmin, për erën e dytë. Veç pak. Glau Konjuca dhe Fatmire Mollagja ka qenë në 2 orët e fundit. Po pse si ka prit? I ka prit, more, po tani shkoj... Tani me i prit den momentin e fundit. Jo, i ka prit den momentin e fundit. Tani presidentja e që i venin në zirë në shkarkoj. Ridi, me ty, kush është fajtor? Vetëvendosje së opozita? Vetëvendosje në observimin tim po përpiqet ta reprizoj tregimin politik të vitit kaluar, tregimin politik të suksesshëm.
por unë shoh aktualisht një, sa them, një zemrim, një nervoz në rritjet e vetë Zoti Kurti dhe eksponent tjerë të rëndësishëm politik. Po më pëlqen qetësia olimpike jotja, Zoti Berisha. Cili është opcioni B? Shuhet për qetësinë. Cili është opcioni B? Se të gajlohem une për çështje të interesave që konstruktojnë partitë politike me fundos, me ngadalësu çdo zhvillim normal politik të Republikës Kosovës. A është partia e MEF-it ajo që e ka sjell këtë situatë apo janë tjera? MEF-i o partinë vetive. Unë mendoj të kundërtën me Ritvanin. Na jem në fushat, na jem në Ende s'kemi në fushat. Praktikisht, formalisht jo, por praktikisht Kosova është në fushat zgjedhore. Nëse mundeni ju në studio me më tregu cilat lëvizje ka bo opozita dhe pasi kanë thonë që ne i kemi 51, 4 të noni kanë ata. Elidi, urdhra. A beson ti një mend që PDK, LDK... Ule edhe pak zonin se jemi duke të dëgju. Zoti Berisha si jemi ka njim në knej. Janë shkaktare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. A beson vërtet? Po shumë e vërtet është. A je i sigurt? Shumë i sigurt. Kërkesa është bë. Se ti s'po beson, Ridi, as po beson ti atë prit të afrohen pak se s'po të dëgjoj. Jo, me të vërtet po të pës. Se racionalisht po të pës. Racionalisht, a është bë kërkesa nga kryeministri Bjeri 3 emra sfidom apo e zgjedhë njërin? Për çka kanë ndodhur bisedat e Kurtit me opozitën, a e din sot? Unë nuk e di. Fal. Nuk kena transkripte publike. Kemi deklarata publike vetëm. Kena deklarata publike. Falo, Bajqinovsi, këtë procesi konë jo transparent. Na jemi opozita nëse menoni proshtë. Jo, këtë procesi konë jo transparent. Si nga Kurti, si nga opozita. Për neve është më rëndësi, sot, nesër, pas nesër, të shohim në plotni gjithë procesin e detajshëm të atyre bisedave, MEF, se çfarë ka ndodhur në takimet e Zotit Kurti me liderët e opozitës. Në mënyrë që, si ta themi, të nxjerrim një bilanc për të konstatuar kush janë djajt e kush janë engjujt e këtij procesi, se beteja bëhet për atë dhe pyetja kushtrimit të legjitime në këtë mision. Pyetjet e tilla kanë me na shoqëruar vazhdimisht. Nga sot e tutje pyetjen vazhdimsi në YouTube, zona do të jepni edhe ju përgjigjen tuaj. Unë bëri i shtrojt disa pika. MEF, a e di çka ka ndodhur në ato takime? Sepse është e habitshme. Ti thuat një qytetari, një parti që ka mbi 51.1%, ka zhvilluar proces të bisedimeve, si thot edhe Kurti në fjalimin e fundit të minutave fundit mbrëm në kuvend, për rokada, për tregti pozitash e tjera. Jo, dhe unë e di që Kosova ka pas një temë të madhe politike që ta zgjidh. Atë të presidentit. Kosova nuk e kishte temë as pozicionimin, rikonfigurimin e qeverisë me elementrit të koalicionit. As një gjë tjetër. Kosova kishte një temë në tavolinë, të cilën temë Zoti Kurti në natën e ndrimit të moteve në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve Kosova Press, e vërteto çfarë tha Halili, ka thënë se tema presidentit nuk ka prioritet i parë, as i dytë, as i tretë, është i katërti MEF-i. Mirë dhe? Dhe për neve janë indikator. Jo, nuk është indikator. A mundesh më u thonë sot njerëzve pse nuk e ke në tavolinë sot Vjosa Osmanin si figurë politike me cilën këshë figurativisht po them një qa. Më falë. Një qa politik në gjithë këto vite. Na nuk kemi pas një qa kër i kemi fitu me datën 28 dhjetor. Me Vjosa Osmanin e ushqyet fitoren e madhe. Apo, tash, ti po bon pyetje, po bon koment. Nëse do, po të ndëgjëri. Po bashkë bisedon. Me 14 shkort. Ka drejtë dhe Ridi, se Ridi është si komentator këto. Ka që jo unë përzijem shumë, unë përzijem shumë. Ka drejtë, po ne të dytë do t'jemi po në funksion të interesit publik, jo për diçka tjetër. A ishte Vjosa Osmani me 14 shkort 2021 që volosje një kryengritje të madhe, politike, fitoreje, tash, dhe më thonë, disa vite pas, ky një qa politik u vlerësua, dhe Vjosa Osmani është e vërtet që nuk ka qenë garë me 28 dhjetor, por ne kemi pas edhe një por gara. Njerëz që ju kanë votuar, unë e kom dëgju pareshtur, pse Kurti nuk e mbështeti Vjosa Osmanin. Më falë. Tu e pas një partner të drejtashëm. Më falë. Pse
pse të përpiqeni të ngreni Pse ti po thuj, nëse do e mbështesë Vjosa Osmani nuk do ndodhte kjo situatë. Jam i bindur. Unë jam i bindur me informacion me cilën Jo, informacionet po du me një herë me t'i dhonë. E pora, nëse ma gjeni ju një Vjosa deklarat. Osmani sot do të ishte presidente. Jo, nuk do të ishte. Po të donë të zoti Kurti. Kjo është e vërteta në leximin tim. Okej. Në leximin tim, me rregull. Në nuk kemi asnjë deklarat të opozitës, Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës edhe LDK-s që thot Vjosa Osmani bile edhe mbrëm natën në konferencë për shtyp të zojës deputete të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lushaku, e cila thot mund t'jetë Vjosa Osmani, njëra. Asnjëherë Rid nuk e pas ti deklarat që ne do t'ja bëjnë nënshkrimet, ne do t'a votojmë. Ma gjeni një deklarat, ju që merreni me komentim politik, që kemi nga opozita, bile kemi nga Partia Demokratike edhe nga Aleanca. Se shkuan në takim me Kurtin. Po mirë dhe. Lumir Abdigjiko edhe Betri Homza. Unë nuk e di çfarë ka ndodhur. Ja, duhet me kon korrekt para publikut. Unë nuk e di që ka ndodhur në ato takime. Unë nuk kam informacion. Mas pari për Vjosën me informacion brendshëm s'ka askush, ka deklarata njëri kundër tjetrit. Vetëm deklarata publike. Ajo nuk ka thonë kur. Se ka thënë kur. Veç nuk e se përfshi, le jashtë, që keni lënë që 2 muajt e fundit. Veç kështu, unë çka po du me thonë është që asnjëherë, në asnjë moment nuk ka parti politike që ka thonë ja bëjnë nënshkrimet, edhe nuk ja ka bërë nënshkrimet përfshirë dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tash. Këtu mendoni që problemi madh. Po ka dole tash unë po du me të dhënë deklaratat publike. O jo, së procedurë. O partia Betri Homza thot unë nuk e mbështes Vjosa Osmanin. Lidhja Demokratike asnjëherë nuk ka deklaruar që do ta mbështesim Vjosa Osmanin. Dhe kanë dalë në një konferencë për shtyp dhe kanë thënë ne mund ta mbështesim njërin prej kandidaturave, mund të jetë Vjosa Osmani. 3. Se ke asakën, por çka po du me thonë është nuk ke deklarata që Vjosa Osmani është kandidate opozit për presidente. 2. Kryeministri Kurti ka deklaru publikisht. Mi dërgoni 3 emra mbi partia konsensual, jam i gatshëm njërin me ja votu. Edhe opozita nuk e ka gjetë asnjë moment mi qu 3 emrat. Pse? Ka të thonë pse? Apo më lejon tash mu? Po tash. Se ti e din pse si ka dërgu? Jo, sepse historiku politik i marrëdhënieve për brenda partive politike konstaton që secili me secilin ka pasur përvoja mosbesimi, përvoja shkelje fjale dhe askush Bajqinovsi, ju jeni edhe si gazetare dini, edhe si deputet. E dini që besimi midis njëri tjetrit është i cenuar aq rënd sa që do duhej kohë të rindërtohej ky besim. Si është të mundur, mund ta bëjmë pyetjen PDK, ose AKQ që nuk uftua fare në takim të Kurti. Si është të mundur, thot, unë të zbarkoj me besim të zoti Kurti, paraqes ide, në të njëjtën kohë kur me figurën kryesore politike që erdhën në pushtet me 14 shkurt 2021, u shkputën si u shkputën. Si është e mundur? Si është e mundur, Albin Kurti t'i besoj me shumë Lumir Abdigjikut, Lumir Abdigjikut edhe mund këtë pasur asyje, ndoshta më shumë t'i besoj se sa Betri Homzës, si është e mundur t'i besoj PDK-s Kurti, kur fundosi një raport partneriteti të pacenuar me Vjosa Osmanin, që nuk i kishte penguar as një gjo, as për brenda Kosovës, e as më tepër në marrëdhënien ndërkombëtare që e kishte përfaqësuar Kosovën ashtu, si i kishte përfaqësuar me vlerësimet më të larta. Ai pat pse LDK-ja nuk e propozoi Vjosën, pse si pruni nënshkrimet mbrëm. Këto janë A ka gabu, Ridi, a ka gabu, Ridi, a ka gabu opozita që s'ka propozu asnjë emër. Të kontingjentit të propozve ju jepni përgjigje. Ridi, ky po jep përgjigje, zotin Bajqinovsi po. A ka gabu opozita që s'ka dalë me propozime konkrete? Opozita PDK, LDK. Ka gabuar që ka shkuar e fragmentarizuar në takim me Kurtin. Ata janë partitë ndryshme, Dajde kjo punë fare. Ka se ata e kemi parashikuar në studio. Ditën kur zoti Kurti atyre do të thotë cili është emri juaj i përbashkët për president. Dhe ka ndodhur. Ka ndodhur kjo punë. Opozita ka shkuar e ndarë në takim me zotin Kurti. Do duhej së paku
për një emër konsensual të presidentit PDK, LDK të mos shkonte në takim me Albin Kurtin pa Ramush Haradinajn. Pik. Kanë shkuar në takim. Janë një parti ata. Janë tre parti ndryshme. Unë e di që apo flas kushtrim. Kanë shkuar në takim. Jove që janë një parti, po janë as opozitë bashkuar. Kanë shkuar në takim me Kurtin veç nën hijen e mëkateve që ata i kanë parë si mëkate që i bën Kosovës në vitin 2025. Sepse Kurti nxorri si mëkatar, si shkaktar të asaj krize. Dhe nën këtë behane, nën këtë shqetësim të mjegulluar, Hamza e Abdigjiku shkuan takim të Kurti. Jo pse e dinin çfarë bënë. Absolutisht, nuk u var procesi përfundimisht, procesi i zgjedhjes së presidentit. Të jemi të qartë, ta konkludojmë me saksi të plotë. Nuk u var as prej PDK-s, as prej LDK-s, u var kryek put nga menaxhimi i një figure të rëndësishme politike në këtë vend. Ai quhet Albin Kurti. Albin Kurti s'ka mund ta bëj presidenti, se ta nëse Albin Kurti nuk e mbështeti Vjosa Osmanin, shkaktoi çarje politike me të dhe nuk e mbështeti opozita Ridvan. Gjitha problemet tjera janë derivat. Derivati diskutimit përcjellës, ai patë 80 vota, ai patë 5 vota, ai patë. Shiko, kur ki vullnet politik, te i kalon çdo gjë. Pikërisht opozita nuk e pat kët vullnet. Po su varbre me opozita. Unë mendoj që opozita, na nuk kemi pas, vullneti jonë ka qenë me vazhdu, opozita nuk e dënë, tash nëse unë po të e keni përmendur që do të marrin zgjedhje çdo 3 muaj. Ajo është për shkak të kush është fajtor për shkuarjen e zgjedhjeve, vetëvendosjes ose është opozita. Këtu i kemi dy qëndrime të ndryshme. Jam i interesuar ta di opinionin tuaj. Faleminderit kush. Nuk mund ta mohojmë faktin që opozita është lënduar në mënyrë të konsiderueshme nga rezultati 28 dhjetorit. Sepse thjesht nuk e ka prit. Qëllimi strategjik i opozitës nuk ka qenë me rrëzu Kurtin, por me fillu me dopsu, që njerëzit dal nga dal me largu prej tij. Dhe suksesi i zgjedhjeve paraprake të shkurtit, ku vetëvendosja arrin që t'i ketë 42%, konsiderohet nga opozita si një sukses shumë i madh. Dhe përmes këtij suksesi ata do të arrijnë përmes makinacioneve të ndryshme që në fund ju dolën të dështuara, që ta dobësojnë zotin Kurti. Kur ndodhi ajo që ka ndodhi me 28 dhjetor, mendoj që ka qenë një lëndim jashtëzakonisht i madh dhe ata madje edhe janë friguar që pushteti i Kurtit vetëm sa do të forcohet edhe më shumë dhe partitë e tyre do të dobësohen edhe më tutje në të ardhmen. Dhe si rezultat, nga ky lëndim i madh nuk përjashtohet mundësia e iracionalitetit opozitës ku ju ka rënë mend, presidenti, hajde t'i kapën te presidenti. Tash ata nuk kanë mujt me dalë në publik me thonë, s'kena me lonë zotin Kurti, kena me u kapë te presidenti. Pikërisht ka qenë mekanizëm për me manovrat ndryshme, jo peqesim një propozim nga familja Jashari, jo ndoshta e propozojmë Vjosën që nuk i qeshin në nënshkrimet, etj. Çka mund ta kritikojmë vetëvendosjen me të drejtë, besoj jo nga mungesa e gatishmërisë për të ofruar alternativa për të zgjidhur presidentin dhe kështu evitimin nga kërçi politik, por mund të ketë gabuar në kuptimin e taktizimit. Për shembull, tash retrospektiv, le të me analizu. Ndoshta sikur të kishim qenë edhe ne në vend të Kurtit, do të kishim gabuar njëjtë. Me zonën Osmani, ajo dashtë me provu deri në fund. Deri so kur i kish pas që mundet me dështu. Mandena, mas 2 dite, me bu këtë propozimin, 3 kandidat konsensual prej apartijak. Me shto 2 propozime, zoti Kurti, ose i kish marrë 60%, ose i kish marrë 61%, ose i kish marrë 62%. Nuk e di cëllën. Po një polë gjithë dhe kënë 65, e pas këndu pak. A që ashtu kam thonë? Po. Jo, unë e menoj krenar që ne... Që punja 3% e këndu. Ne kemi dhanë propozime. A ka përgjithësi vetëvendosje, sipas teje? E ka për në atë kuptimin që i ka 51%, nuk mund është i mi thonë, jo laski... Pa ka kuptim me 51% shkohet në zgjedhje për çështje presidenti? Të rrezikohet 51%?
Po në Kosovë ka ndodhë një farë revolucioni kush që nuk ka ndodhë kërkon në Evropë, ku një parti që s'ka qenë kur në pushtet, ka arrit mi përmbys këtë parti që kanë qenë 20 vjenë pushtet dhe si rezultate ka kriju qash një irritim të madhë iracional ndaj pushtetit të ri, so që ata tash një gjendje gjithë shka. Gjithë shka e gjendje me bu, veç me e thyqët pushtet. Ka ndodhë me Syrizën në Greqi. Po, ka ndodhë. A i ka qenë koalicion me një parti djathë. E di sakt ato. A ma është parti e re, që u themelu e ka morë pushtetit. Ka dhe në Itali. Po jo vetë me fitu. Po Liga Nord. Po ata kanë bu koalicion. Edhe pas edhe vetëvendosjen në fillim ka bu koalicion, pastaj s'ka bu koalicion. Njerë ka bu pastaj jo. Fillim edhe me veja, kuptimi ka drejt, me LDK ka hinë pushtet. Po. Edhe që ajo e ka... Po asështë rrezikim 51% që shkohet zgjedhje për president në një situatë të tillë. Kur e gëzon mbështetje rekord. Nuk ka shumë indikacione që vetë vendosja do të dobësohet. Nuk ka indikacione. Si kur ndodhshin zgjedhje që atëherë me Vjosën, unë besoj që këta s'kishin mujt mi marrë ma shumë se 40%. Po kur erxoi gjykata kushtetuese dekretin Vjosës, e hupi momentumin Vjosa. Dhe besoj që ajo ka me arrit me kapitalizu atë fuqi ma shumë se 1% për partinë. Pse? Jënë disa arsye, e thash një orë tjetra, ka të shumë njerëz në LDK kushtrim që nuk e mërët lumë të mja u këthuj Vjosën. Ata akuzojnë që publikisht deklaratë. Mërë, ata Vjosën akuzojnë që i ka prut 12%. Ta shdojnë ajo me të rrugë, në me këthuj prapë. Kjo është e vërtet. Një si PDK me Fatme Limën. Kjo është e vërtet, për politikë s'ka shumë lumëturin. Politikë du me pranu realitetin. E jo lumëturin. Veç o dalimi lumëturis kur të shonë për midesi. Po ju me 52% shumë për të pa lumëtun, po më qinë marë që një shilë. Jo, neve në ka orë keq për qytetarve, se si kanë mujtë deputet në cilë... Po kjo vetë rëzim, vetë rëzim nuk është, por është deklarat e opozitorëve... Pasha zotin, Albin Kurti e ka zu qeverinë e vetë më të madhe në historitë Kosovë. Mësbobe se është nuk e mirë. BRF, thujtë na. Veç është një problem që nuk e argumentove atë deklaratën e opozitës ku ne do t'i bëjmë, ne jemi të gatshëm për kandidat konsensual bipartijak. Edhe apo këta opozitar, partit maja opozitare 2, nuk ishin të gatshëm që ta ti propozojnë 3 emra për kryeministrin. Po me fajl. Unë po du me menu drejt, s'po du me menu me hile. Opozita kam, unë po besoj, thash vetë, patkeqen e kërkujt ka shpesu, dhe në moment në fundit që ju kini me qu, ose dikon t'jasharve, ose dikon pej profesor Lakut, që ju në përmend do profesora, ose madje. E që të mnjon nga shoqëria civile. Zoti Pajqinov, që opozita unë e di edhe nga brenda, se jemi shuk Kosova vogël, jemi krejt me fajl, në këtë vend. Kanë shpesu madje edhe versionet e njerëzve që kanë qenë figura politike, por kanë qëndru si njerëz me agjenë shtetënore, jo shumë partijake, që si që janë, blejmë shaola vetën sërur. Se si kanë bo kërkesën, opozitën? Diqo, se që tu po du me dalë. Se si kanë bo 3 kërkesën? Unë mendoj që levigja vetë vendosje, u pajtova me krenojnë, u dasht me luftu fillimisht për njeriun e vetë. Njeriun e vetë po menoj për njeriun që i duhe i shtetit ma shumë din qatë moment, që ishte Vjosa Osmani. Por, egoja e Albinit që nuk duron njerin mi vetën, nuk është ashtë pashatuk e qilë. Albin Kurti është qa që e gotë modhe, so nuk duron aty me shku kjo me najnë krah Donald Trumpit. Se po vesh me Vjosën e nuk për pranon propozimin që është do shtë... Shikone, kom kritika për Vjosën, nuk jo me Vjosën. Pse s'po deklaron për propozimet e opozitës? Dekreti që përmeni krenoj, dekreti i Vjosës o fatal. Jo fatal, është tjeta. Kemi kritika na, po ka qenë Alili ka qenë kritik në... Opozitën e kish detyru me shku në kuvend, edhe me votu, por kundër është abstenim, por me bo kërrumin i 100%. Dhe, kërë pot ju me Fajl Bajqinović që po hup një pak, ta se hupin gjysën e pushtetit. Pak është pej 5-10%. Gjemi dhe të levizje. Atër ju u dhes me vones, Zoti Bajqinović që ku i potë sondazhet, që latë unë i di, më falj.
M'fal. Jo, Ke po ndonjë sondazh? Ko sondazhet mbrëmshme që këta i kanë. Me Failin, jo mua. Me ka ndonjë sondazh brendshëm? Dhe në fund, keni pyetje si tash me luj rolin edhe të gazetarët. Pe një moj zoti Sadikun këtë atë, se jemi preponimi kështu si në shpitohen. Ama nuk u përgjigjem pyetjen që ta thash. Zoti Bajqenovci, pse në fillim, në 5 mars, pse nuk shkut me Feride Ushitin me një zojt ndërume? More, na i kena prit që so... Jo, po pse ju nuk shkut me Feride me 5 mars, po shkut pom? M'fal, a i kemi prit... S'po përgjigje ka shti. Po qëtë, po s'pom lem, po nuk mujme të përgjigj kështu, kur ne kemi pas përgjithsin për shkak të opozitës e cila ka deklaru se ne kërkojmë president konsensual bipartiak. Po do kë nuk ka thënë ashtu. Po ja ka thënë. Në të fundit e ka thënë. Në të fundit, mbledhjen e fundit. Ne do ta propozojmë. Po mund mos jetë edhe i PD. Po, idi me majl, bonu sinqert, do idi pa kodë se PDK-ja ka najt koqo unë këtë proces. Tap balu. Lejom, se nuk po ka koqo e pa interesuar. Po flet vetë se i kanë do arsyet vetë, ata janë shumë normale, njerëz jemi. Leadershipin e kanë hog. Absolutisht. Shumë legjitime. Veç një gjë, ne nuk kemi mujt me propozu asnjë person për shkak se ne kemi prit 3 propozimet e opozitës. E pse bash 3? Po ka qenë publike për shkak se... Po pse 3? 3, po 2 kryeministri. Kryeministri... Moraja në fund edhe një e lypi. Edhe një nëse shkon, problemi është kështu. Pse opozita e kemi prit deri në momentin e fundit dhe jemi detyru 2-3 orët e fundit me e bo publike Glaukon edhe zonën e Kosovës. Lejëm një minut, lejëm se vesti opozita nuk ka fuqi. Me qenë se nuk mund me zgjell. Me bloku po. Me qenë se nuk mund me zgjell, as nuk ta apemni. Se s'mund, s'ka fuqi. Po pe ju e u dhonë gjithkush. Se cili shqiptar edhe aj ma i pashkollum që është, me respekt për ta. Se s'kanë mujtë këtë shqiptarët mu shkollu, për arsye ndryshme. Po me shumë respekt për ta. Se cili shqiptar edhe shqiptar e din, do mon që krejtë sisht u varë për juve, presidenti, nuk u varë për opozitës. Me Fail kanë përfundu këto skemat të atë role, kinë se për në ashtinin gjunat si po, thu se ju ka dek dikush, që që zërit djali mirë i madhi heshëm. Mos është që ca Halil, shumë i shëndet veç ngom. Tash po ta thëm një gjë. Nëse është varë që është po thuti prej neve, kjo ka qenë edhe me çështjen e kryetarit kuvendit, po vendi shkojnë zgjedhjet 2025 për shkak të direkt për juve. Jo, direkt prej opozitës. Të njëjtën e bëri opozita, Halil edhe tash. E bllokoi, a dikush po i pengon. Ose po flasim na për gabimet e opozitës, se janë pa rëndësishme. Sepse nuk luajnë rol gabimet e opozitës tek drejtimi i shtetit. E përdori presidentin Merzu Albin Kurtin. Gjdo herë po e përdor. Po jo, se shumë ti ashtë interesu me shku në zxedjes që janë se ti e t'jen gjandjet e tyne, po pëse po flet veç hajtë flasë. Jo, Alel, ata interesi tyne është më smelon Albinin për shtetë. O, jo bre. Nuk kemi më LDK PDK që ka hupëm, po shkojmë zxedje se këta shdëmtuat Albinin. Bile interesi tyne edhe joni u ka qenë vetëvendosje me qeveris 4 vjetë, pa ja prish kushtimin e të halin. Pse miret pushteti me Fail? Pushteti miret me qeveris, me resurset nacionale dhe me projekte. Cilin projekte ti një realizu ju Zoti Bajqenovci? 20 miliard Zoti Bajqenovci, 20 miliard. Halila, këna qeveris 4 vjetë Po, që ty në njerëzve që i ki që tu, 20 miliard i kini menagju. Një vepër, monumentale për kombin tonë. Plot, sot dush më se Jo monumentale, Po, jo monumentale. Me njo. Halil, ta shpendon 20 miliard, mu mi pas dhonë muë. Shpo ku një teatr të përës, Kosova e kish. Një termocentral e kish. E këtu këm partia jote e ka njësa termocentral, s'ka mujt me krypër. E ka krypër partia, po ju e kini udzu. Kush e ka rëzu? E sot bleri për Jamovicit. Kush e ka rëzu? Kush e ka rëzu? Pa shazot e vetë vendosja. LDK-ja, Visarazemi Kosedukon. Pa shuj me fajnë që tjetin sakë so protesta u bon. Është vërtet, spjegaja se Kosit ka qenë. Ose Halili... Po Visarazemi s'ka qenë parti me Halilin. Zoti Sadiku, kush e ka dzu Kosovën e re? Kosidi ka qenë kundër.
Kush? Kosidi, si organizatë qeveritare, këtë e përmendi. Ka qebe Kosidi, se Kosidi shumë intereson edhe shoqënia civile. Po Kosidin e përmendi këtu. Po s'ka rëndësi hiq ajo, shoqëni civile. Po e vërtet që kundër globalit. Atë tërheqja e kontroll globalit që ka thonë letën e saj me qenë, se qeveria aktuale është e pa interesume. E qa ka thonë... Sa keni pagu Don Shëblet? Qa ka thonë kompania Gjermane kur u konë për para? Bilfingeri tha po na lypin haras. Atëherë që më koni interesume. Ato partit politike haras se ke po na lypin. Bilfingeri kur u konë këto? Nashta ju kanë lyp. Hishe më hoj. Po tash. Hishe më hoj. A ki fakt. Edhe letë mirë drejtësia. Bilfingeri thot jo une. Ajo ato e ka deklaruar Angela Merkel, ja ka deklaruar Isa Mustafa në konferencë për media. Nuk me po ajo mohojnë çështje drejtësisë. Nuk me mohojnë ato. Çështje drejtësisë. Po pse ju më vushjell si ata? S'ka sill daskush. 4 vjet e gjysë qeverisje, parapi ka fitu zgjedhjet me 50%. Zoti Pajqinovci, me kohë që ka qeverisë keq. Mandatin e juaj qeverisë Kosova i ka paguar 1 miliard euro rrym përmes kompanive Herë Tiranës që janë me Hamovicin e Këshiç. Zoti Pajqinovci, bonu korrekt. Albin Kurti 50%. Ja keni trosh qovën. Ja Alil përgjigjo. Hamovicave, Rankovicave, qekash. Ja, ata kolektet tu në parti kanë punu me radëqisha. Sigurisht që kanë punu. Ata i një konë qeverise me ta. Edhe ju a i një konë me rakisi. Ja. Na jo, kur s'ka pas qeverise me ta. Më fali, a u konë rakisi sa dhe shkruj minister. Po, veç i takon. Ama jo me posë. Po i takon, bro. Po edhe në pushtetet tjera ka taku. Kur ke qenë zavës minister e ke prit radojqishin. Jo, ti mund me thonë unë se kum prit, se as se njoft, bile. As du me njoft, më falni. Po, ndiqo, zoti me fajl. Albin Kurti, i dashtu një Albin, ka dal edhe ka thonë, ju lutem mos folni ku nuk i dini punë, sepse zoti Irakiq po lu në rol konstruktiv në barikada. A ka thonë, as ka thonë? Nuk e di, une. Falë se se din. Po kjo Albin Kurti ja ka hek Rakishit barikodat këtë deri në fund. Edhe së dhe s'ko ma nejt. Ja ka njek edhe ma heret. Ma heret o konë... Punëshin budurgjia. Vetëm pak Matoshi edhe Bajqinovci. Nuk ka posë. Tani që shkojmë zgjedhje, a e synoni një rezultat 50% ose 51%, a është idilike të synohet kjo? Apo cila është pritja juaj, para se flasim dhe kriti? Unë nuk mund të jap rezultat të... Pritjet? Pritjet, po unë mund të them që e njëjta pritje mas shkurtit të vitit 2025 ka qenë që lëvizjave të vendosje pas 42% të bjerë edhe më poshtë. Jo, ajo ka qenë pritje nga pjesa opozitare, ne po flasim për pritjet realiste. Po du me lidhë këtë qështje. Edhe pritjet e juaja. Unë mendoj që pas ati 42% doli 51.11. Unë nuk mund të jap rezultat kushtrim, por e di një gjë. Synimi. Që synimi, unë mendoj që opozita ka gabim, shkuare në zgjedhje ikje në për koridore të deputetëve dhe mos ardhen në votim kur e din që vendimi i gjykatës... Opozitën tha, po të një pritja juaj. Vendimi i gjykatës kushtetuese thot shumë qartë. Deputetët duhet të jenë sallë, ata deputetë nuk kanë qenë në sallë. Unë mendoj që populli do t'i ndëshkoj... Kush dëmtohet nga këto zgjedhje e rriti, vetëm pak. 171 thot ndryshe zoti me hajnë. Kush dëmtohet nga këto zgjedhje? Thot që nuk kanë deputet mandat detyrues. Vetëm pak Matoshi dhe Taçotudi. Por ati e votu mos me çu vani zgjedhjes në 4. Lutem. Ridi, kush dëmtohet në këtë situatë? Cilat janë pritshmëritë tuaja në raport edhe me qëndrimet e zotit Bajqinovci? E thash në fillim fjalës time. E dëshmoj, e argumentoj dhe me Fail Bajqinovci, ish deputet i vetëvendosjes. Që vetëvendosje në këto zgjedhje po hyn me tregimin e njëjtë të vitit të kaluar, se opozita janë djajtë, ne po bllokohemi dhe... A mund të funksionoj tani dhe si mund të përtet rezultat? Sot, 45 ditë është koha e dedikuar kushtetuese mbrenda cilës duhet marrë zgjedhje të jashtëzakonshme. Ende nuk ka vendosur zonja Haxhiu si ushtuese detyrës së presidencës në pritje që nesër të mbaj takimet me partitë politike. Fatkeqësisht, më duhet ta them sot, Kosova po mban zgjedhje në një klim të paqartë ku një parti e madhe politike ka tregimin e qartë politik, pse po shkon në zgjedhje, e ka të qartë për votuesin.
opozita nuk e ka të qartë tregimin për votuesin. Opozita në gjithë këto vite fitoi disa betejë juridike në gjykatë kushtetuese që nuk i kapitalizoi politikisht. Dhe cili ishte rezultati i vitit 2025? Situata ka ndryshuar. Cili, të lutem, 51.1%. ma thuj, cili o tregimi sot i Bedri Hamzës, i Lumir Abdigjikut për gjykatë, të jetë vetë një vejtje. Londën gjykatë nuk fitoi opozita, i fitoi sistemi juridik. I fitoi Kosova, zotit, jo opozita. Londën gjykatë kushtetuese. Prandaj bravo bullave grave në sistemin gjyqësor të Kosovës që kanë ujtë Republikën deri në momentin e fundit. Albin Kurti ka shkaktuar na shta ka dhe opozita pak, bilu në thëmë kanë edhe mediat. Tjetër të gjojëm të thonën, Halit. Po problemi është që jo me ja përshku këtë si sukses. Sukses është njerëzit që punojnë sistem, që denigrohen, ju qiten emnat, ju publikohen adresat, ju publikohen numrat e telefonit në për Facebook, edhe praktikisht qëndrojnë vertikalisht, që do të është një ishmifijoni i malë. Matoshi, a qoj PDK në kushtetuese, a fitoj atë lëndë, mbi... Po nuk thuhet kështu. Me Leo Halil, a fitoi betejën juridike të vitit kaluar mbi ligjin për byron, për konfiskim pasurisë. Pse e braktisi atë betejë të fituar juridike? Kushtetueshmëria fitoi. M'fal, politikisht e braktisi në legjislaturën e 10, njëjtë si që fitoi LDK betejën për ligjin e produkteve tamam. E braktisi në seancën. Po e kanë shkruar më mirë tash. M'fal, jo, t'jesh si gurt. Se kanë bërë keqa? T'jesh si gurt. Halil, që e di që s'ka të bëjë me aspektin kushtetues. Nuk ka të bëjë byroja me aspektin kushtetues as ligjor. Ka të bëj me Venecia ka. Po bëj me shkakto siguri juridike me. S'ka pasur Shiko, unë jam të fol politikisht, nuk jam të fol teknikalitetin. Me kushtetuta e bën vetë një aspekt. Nuk e bën as me amor, as me alon pasuninë. Kushtetuta e bën vetë sigurinë juridike. Ligji për lojra mesdhetori ka penguar. Dhe ligji për sigurinë shëndetësore ka penguar. Juridike ka penguar opozita. O Matoshi, PDK dhe LDK, betejat e fituara juridike në gjykatë kushtetuese i braktesën pra disa ditësh. Çfarë themi? Prandaj po them, cili o rrëfimi i këtyre dy subjekteve? Ja kjo që është më i qartë se i këtyre dyja, që është e vërteta. A më e qartë? Më e qartë është, me atë fuqi që e ka të qartë qëndrimin politik, tregimin për qytetarin. Por unë ndruaj që edhe LDK sidomos, ku peshkon edhe ku graviton interesimi madh i zotit Kurti për ta fundosur edhe më shumë politikisht këtë subjekt, sepse të PDK nuk arrin do të shkaktoj asi situata ku ta dobësoj pozicionin e saj politik, është aty këtu me se të luft kundër LDK se këtë Kosovës nuk e kuptoj. Po prandaj. E këtë Kosovës politike, prandaj, Halil, Kurti ka betejën me LDK-n, me atë rast politike, figurativisht po them, me atë rast politike, me atë prejardhje politike, edhe me Vjosa Osmanin e kishte tillë. Pyetja është sot për zotin Bajqinosi. Çka përfasoi Vjosa Osmani për ju si presidente? Që ta dim nëse ka përfasuar në gjë të gabueshme. Nëse ka bën ndonjë gjëna. Ndonjë gjëna. Fal. Çka? Se vetë vendosa apo i shmangët debatit për Vjosa Osmanin, e cila deklaroi që sot eksponent vetë vendosët për i thoni i përfaqësoni interesat e Grenellit dhe Gjuriqit. Ish mos e cito se e kemi video. Nga padrejësit hapen nga populli, tha Vjosa Osmani. Okej, hajde, para se kësaj, le ta ndjekim Vjosa Osmanin, pastaj ta merr përgjigjen. Urdhro Vjosa Osmanin, pastaj kthehemi me Bajqinovsin. Mirëmëngjes të dashur qytetar. Mbrëm ka qenë një natë e rëndë për Kosovën, por ky popull ka ditur të ngritet edhe nga momente shumë më të rënda. Prandaj ka ardhur momenti që t'japim dashni dhe vetëm dashni për vendin tonë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrejtje, mjaft më me përqarje, mjaft më me ndjellje të frikës, mjaft më. Aty ku ka urrejtje duhet të sjellim vetëm e vetëm dashni për njëri tjetrin dhe për vendin tonë. Aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë. E aty ku ka propagandë e shpifje duhet ta mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Juftoj që të bashkoheni në këtë mision.
sepse rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Si du duk mesazhi i zonës Osmani dhe si Po tash përgjigjesh nuk e di zonës cila dera, është ajo dera e LDK-s, për cilën e pat fjallën. A mon men nuk e publikove dhe një video kur është mbyll dera. Ama për me është mbyll atë dera. Kur i kanë lënë jashtë atëherë me zonën Gërvalla apo çfarë? Po tash nuk pe di për cilën derë është. Sepse ajo dera për me i kanë qitë jashtë, ja u kanë mbyll derën. Unë nuk di që ka derë tjetër të mbyllë. Ama I tha i hap populli dyert që mbyllën. po, unë nuk e them absolutisht. A e pati për juve Vjosa Osmani? Nuk e di veç Vjosa ka pas derën mbyllur në LDK. Edhe atë largimin. Duke që tani ja ka qelë dikush derën. E tash nuk e di, po me bodyguard e kam pas largu ti, mon men. Po, me zonën Gërvalla. Pikërisht. E tash nëse Pa ja mbyllët edhe ju derën? unë nuk e di që është mbyll dera, edhe unë e thash edhe një herë. Ndoshta po që se do ta kishit kandiduar, ajo derë do të ishte e Falni, hapur. a ka pas Si në do thoshte Rit opozita, Berisha? a ka pas opozita interes me kandidu Vjosa Osmanin? Opozita si tërsi? Si tërsi. Si tërsi jo. Jo, PDK jo. Tërsi jo. PDK jo, mund diskutosh për LDK-n. As PDK, as gjysa AK-s, se ka dash. Edhe LDK. Edhe LDK. Ju nuk po ma gjeni asë një deklaratë të LDK-s që kanë thonë do t'i japim nështrimi dhe do t'a votojmë. Jo, është deklarata Abdigjikut që thotë këto janë 15 nënshkripe që ndoshta Vjosa Osmanin. Ndoshta do t'jetë njëra. Edhe Lutfi Aziri ka. Nuk, dëgjam. Une, Lutfi Aziri e ka mbështetur zonën Osmani. na du t'jemi korrekt. 15 nënshkrime janë zyrtare, nuk bët hajgore në për konferencë për media dhe dërgohen të grupi më i madh parlamentar dhe shkojnë sekretari. Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ka deklaruar sfidomni dhe mi sjellni nënshkrimet unë e bëj e dërgoj në kuvend. Unë s'pedi çka Se u prishet me Vjosën me kujtohet kur u a prish? mundesh Nuk e me tham, të nuk e- dëgjojmë se pyetja njerëzve është presidenti ka qenë 5 vjet, e keni glorifiku në përmosa tuaja politike e rolin e saj. Ka përfasu Kosovën për mbrana, as një pengesë nuk i ka bë Vjosa Osmani. Keni pasur 3 pozicionet kryesore të pushtetit. Qysh mundesh me Për zgjedhë brana- Vjosa Osmanin ti kur nuk i ki votat opozitës? Le. Jo le. Këto janë për konsum procedurat teknik. Nuk ka rrëfimi madh këtu. Tash po kthehesh procedurë ti. Ky rrëfimi nuk Vesh një është. gjam. Tash nëse ti Sepse kur pju duhet rrëfimi në Vesh, on blok për i Ridvan, gjeni votat për vesh- ligje sistemore vesh- bazike. vesh tregon Po ju ti shkruni mua- deputetëve ato që ju dalin S'ka tabulatet, lidhje. votoni on blok. Po mirë Mos, dhe. makineri kolektive votuse. Blok karate. Ja. Makineri kolektive votuse. Shqe. Të lutem. Veç Si ishte puna e asaj karatës Unë nuk e di e me- ka spjegu. Unë e veç një di me Sot ki tërgu. obligim qytetarëve votuesve to besoj më ju tregu. Nëse ke votu po. Vjosa Osmanin Po, unë e 2021, po. pse nuk e voton sot? Veç pak. Nëse do të... Si ishte kandidat. Po, Lutem, lani me fol. Pse nuk do pse nuk është sot Se kandidat nuk i sillën edhe vendosit? janë në shkrimet për me votu. Le LDK-n. Pse Le qysh mu ju në pa procedurë me votu? a do ta votoje? Po. Nëse do të je vinte, sigurt? nëse do të vinte proceduralisht siç ka kërkuar kryeministri Kurti, çdo kandidat që e sjell Lidha Demokratike e Kosovës, kryeministri Kurti ka thënë do ta votoj. Unë nuk e di çka po do mo. A je sigurt? More, Po ta e përgjigjet. Ktheje kryeministri Cila Kurti. këtë? Ktheje Po. edhe ndëgjoja deklarata. Se nuk ja bët procedurën e vullnetit politik. Të Tash konfirmuar. procedurën. Po. M'fal. Apo flet për procedurën? M'fal. Apo flet për opcionin A, apo flet për opcionin B. Rid. Atë po flasë edhe për opcionin C, bro. Pse nuk po shkon mi A thonë ishit bashkë me të? Pse ju Se- LDK-ja nuk e propozut Vjosën me qu 15 ndëshkrime? Se s'kan se nuk e numra, propozojnë- s'kan fuqi. 15 tha. Po këtë është Ose ajo. ras 15. Bile zoti Bajqinoqi, juristët e vëmendshëm, krejt e pranojnë sot në Kosovë. Po kush sot u i vetë njerëzit që din diçka, se na pe i dim krejt. O, nuk janë vota me Vjosën. Krejt, O, po nuk nuk janë mund vota. ti ke konsumu 60 në shkrime. S'mund me Ja, kthejmë. mund i kthejmë. Kush Ja, i kthejmë. kush ka thonë? Ja, bre kthejmë. Dëgjam. Po karate Se po. nuk e propozoi Karate vetë zoti po. Kurthi. A ju kujtohet çka ka thonë Dhe nuk natën- peti as i Adil, Gjeki Qeni, as i ky Vandomi. Fal, tash unë kur s'po di Ose argumente. është edhe një ma i fortë, që nuk sa i natën. Halil. Busli. Halil, pse s'po merreni me deklaratat e LDK-s ju dë me tregu pse si mbledhen 15 në shkrimet? Jemi na me deklarata këtu. Po të LDK-s. Na jemi me bo një analizë Po pushtetit. analizën.
Pse si prunë në Dinamikat e pushtetit, zoti Pajqinosi. Kushtrim. Pse si prunë në shkrime? Kushtrim. Dinamikat e pushtetit i analizojmë. Pse si prunë në shkrime? Pashpojeni deputetat në fund. Bajqinosi. S'po pajtohet krenar Shali as me Halilin as me Halil. Atje që në fund kompozicionit, mune s'mijën ama ato. Pse si prunë në shkrime? Shiko, çka menon ti që po hap një kolegi yti i lizet vetëvendosje, po të kom bisedu me Albin Kurtin, pe propozojmë edhe pe votojmë Vjosa Osmani, thot nuk ka pa. A ju dashtë të shkrimet? A Gjav Dyli po? A Gjav Dyli ka kalon dorëheqje. Kalon dorëheqje. Unë nuk e A ka rajt ky a ky? Unë Ai ka thënë që shumica kanë qenë për Shumica me vetë thot kënë kanë po Vjosa. për Vjosa Osmani. Kush tha? A Gjav Dyli pas ka dhënë. Unë nuk kam qenë. Se nuk i kërkuat në shkrimet për Vjosa Osmanin, të këtil çfarë po i kërkoni pas 14 shkurtit 2021. A mos po insistojnë pak më pa drejt, mos janë duke bërë pak pa drejt, vetëm pak Pajqinosi. Ridi Halili krenar. Pret se Thuj publikut, pret se ka thuj publikut, ndam rrugët. Thuj publikut, ndam rrugët. pret se keni ka reagim. Publiku që Natyrisht që jeni thonë. Përdryshe votoni në YouTube zona o zotrit pyetjen që ja kam bërë kush është fajtor në shkollën e zgjedhje vetë vendosi ose opozita. Krenar Çala. LDK-ja që u prish Vjosa me VV-n, Që ka prish do me thonë. e këshim votu. Shiko, E këshim votu në konstatoj Vjosën. kushtrim. Kishim nejtë në sol, jo e këshim votu. Ka Kishim prish nejtë do në me sol. thonë. Pe Kur konstaton. Kur u preshën, hajtë tha të propozojnë Vjosën, se e dishin që Albini nuk e propozojnë. Edhe nuk e kam propozu. Po nashta këta u dosht me sulmu qatë blovin e LDK-s, me thonë, po edhe këta e sulmun, bëmi tha 15 vota. Kusha? Ju e dini që... Krejt është problemi qysh i ka marrë 51% që ka Albin Kurti. Jo, nuk është e vërtetë. Të nërruar problemi është që... Prit tani mos ja bot pa drejt krenarit. Jo krenari... Krenar, thuje. Nuk është problem Po shumë... as presidenti, as kryetari i kuvendit. Problem është për opozitën Albin Kurti, e cila e ka bloku kuvendin e Kosovës. Gjithmonë kur do opozit, gjithkund demokraci problemu qeveria. Edhe vendimet e gjykatës kushtetuese janë që duhet me shku me votu. E jo me bloku vend. Jo Matoshi për president me Quvani zgjedhje nuk ban. ban. Matoshi me Quvani për president nuk ban. Që më Bullgarin? Këta bile veç 5, Bullgaria 8. Opozita jote... Vetëm shembullin e Bullgarisë. O su vau kur gjo për opozitë, o e din ti sa aq ma mirë se une. Që kur gjo su vau për opozitë. Halil, shembullin e Shembullin e Jemi duke bërë shamat. Në historinë e vetë politike Kosova ma opozit dopt s'ka pas kull. Mirë mi vesh. Historinë e vetë Në historinë e vetë politike, thar. politike Kosovës ka pas. Kull, Kjo është një deklarat. Pret, a peshe ku pajtohet me Albinin? A peshe? Jo, bravo. Ti për herë të parë pajtove, Se që ka thonë Albini duhet mundru edhe opozita. Po s'mundet me thonë kështu duhet mundu se sot problemi ti i opozita. Provesh, ti po thosh për opozite dopt. Po, është shumë, jo, është e dopt se s'ka fuqi. Jo, është e dopt edhe në që e tha Ridi, që nuk ka kreativitet. A dim se është dopsu opozita, me ta thonë sinqert ty edhe publikut. Hajde. Sepse në shumë agenda t'juve t'ka doar të kitë. Ka të ndaj u dopsu. Tash ndëzaj. Jo, nuk lejoj sepse keni ishte duke Edhe folë. ju kërkoj falje për... Jo, si ishte duke folë ishte zotëria duke folë. Klutëm, për ju kërkoj falje për këtë qëtësin time që po mbritron gjithandi. Shumë olimpike. Jo duke e pengu. Olimpike është si Se qëtësi. Halili dhe Ridi po na pengujnë në... Tashti, kushtrim, pse s'ka qenë serioze oferta e LDK-s? Pse? Lumiri, që po fiton ai me propozu Vjosën? Që po fiton ai e parti? Edhe 4 vjetë du të me najtë në opozit. Që fiton? Minimo Albin Kurti edhe 4 vjetë me najtë në pushtet. Rritet pak. Po jo ai ka me najtë në opozit, se po supozojmë që u zgjatë presidenti. Po supozojmë. E dyta, Vjosa, i bëjki problem Lumirit, më falni, i bëjki presion. Lumir do të me shku zgjedhës, unë 4 vjetë mes në rrugë, kushtimisht, se
Nëse po zyren për jetë... Merët me najsan, sigurisht. Kejërin e shoferin e rrugën, e aty kejti është problem pak se mas 4 vjetë ndryshojnë rrethonat shumë, mundet mi u dobësu pozicioni e tjere. Ajo nuk ish llogari dhe 4 vjetë me nejtë në pozit. As Lumiri nuk ish llogari me nejtë 4 vjetë në pozit. Vjosët, tregona pse Albini se propozoi Vjosa. Albini ka pritri propozitën të opozitës. Ta ndëgjoj pikpamjen e Krenarit. Pse Albini si pasus se Vetë dha Krenari tha në fillim këto. Lutem, jo. Që s'ka luftu për to. Në fillim. Pse sipas teje? Nuk e vazhdoi rrugën. Aktualisht është duke menduar përgjigjen. Sepse ka po duke menduar, e kam thonë disa herë. Shiko, vazhdo. Nuk kanë mujt me gjetë gjuhë të përbashkët rreth politikës së jashtme. E vërtet, shkojmë tutje, s'ki nevojë kur gjo me Jo thonë diçka tjetër. Jo prokurori, këshilli gjyqësor, ato s'janë argumente, Jo, s'ka argumente. asnjë Politikë jashtme. Po, zoti Kurti ka mujt të Vjosa me shku, mes Vjosa ka qenë shumë e jetër edhe për një mandat me shku mi thonë. Unë Vjos po shqetësona që si ki numra. Abdullah Hoti edhe që kjo Ymiri, edhe ajo kjo... Si këmjet e Bajrami. Këmjetja. Jo nuk po e dini një qanë që nuk mundesh me 15 nëse dalin 2 minus me 85. E vërtet. Me 65. E vërtet, tash me lujt pak avokatin e djallit me. Ki pozicionin kryesor. Po të shqitoj Lumirin. Me po a i ko 15 ajo. A e kena kërku 3 në alit, se Një dosh, veç jo se në dosh. O, ata e blokus. O, blokus o alit. Ata është problemi, që kjo, ti ja onë studio veç që shme ka thonë publiku që këta jo në blokus. Po t'ingzon si me qenë Nuk e o përpati zgjidhje. E kam blokus. E na dërgun venin zgjedhje që 3 herë, e blokun pakon e inflacionit 200 milion euro. Po ju apërojnë ma shumë se që kanë, o me bajen. Qysh? Po ju apërojnë ma shumë se që kanë opozita. Kush? Po jo, po s'munesh, Po s'muj, që s'ka numra. Jo, s'ka. Jo, me bloku po i kanë gjitha. Mefi, kur duhet të jetë data për shkuar në zgjedhje? Afati kushtetues u fol, a do të jetë 7 qershori, a do të jetë një datë tjetër? Kadri Kryeziu një ditë më herët tha mund të ndodhë edhe në korrik. Tha nëse ka marrëveshje politike. Dëgjom. Se ashtu. Jo, Zotria, në jo, fjalë. mos i shqetësat ashtë studio këto njerëz. Se nëse ndodhën korrek, Halili tani nuk vjen më në studio. Jo, Halili vjen në studio edhe në korrik edhe në gusht. Po më Gusht e ka pak pushim. Gushtin me japë pushim, lutem. Ja, unë e vi këtu deri ma qojnë vizhen pak për hershme. Unë me tash nëse nesër me datën 30, presidenti e vendit, ushtrisja e detyrës e presidenti zonja Albulina Haxhiu i thret dhe nesër i shpall zgjedhjet, unë mendoj që i bjen me datën 7 ose 14. Që kjo datë duhet jetë sipas ligjit. Tjetër nuk di, nëse 45 ditë duhet jenë... Korrekt, unë mendoj që data 7... Pra nuk mund të jetë korrekt? Jo, unë të paktën Se lejon kushtetuta. Jo, po unë prandaj pse e tha... Se lejon Halili. Jo, po se kom unë hiç këtë problem, bile unë shiko, keq kuptimet e abuzimet me fjalën bëhen gjithandej me, po unë jam që sa më shumë gjithë për shigje. Unë bile, unë mendoj që më mirë demokracia funksionon kur votojnë sa më shumë qytetarët të Kosovës, se sa më pak. Kështu që këtu jemi, okay? Në rregull. Jo, unë mendoj që në bazë të kësaj që kemi llogariti bjen data 7 ose 14. Korrekt. Okej. Në 21:45 e kemi rezultatin në YouTube të votimit, kështu që i keni dikon të 5 minuta për të votuar dhe për ta sjellë në transmetim se si ka dalë. Kur mund të jenë zgjedhjet? U fol sot kishte takim ushtruesja e detyrës presidentes me zotin Radoniqi, kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 7 qershori. Po qashtu Pra ka me s'ka mundësi që të lëvizet një datë tjetër. Jo, s'ka mundësi. Shkon për shumë më herët, në fund të maj. Po i duhet Se mos morr vesh, se ka... Jo, nëse unë mendoj që... Mos morr vesh me lëviz në gusht, në korrek. Pse? Çka ka vajtë? Ridi edhe për ty është okej me shku në gusht në korrek? Është tregim politik i vetëvendosjes, një model që kam pas sukses në vitin e kaluar me atë rezultat historik, rekord të votave, që po e reprizojnë dhe tash, tregimin që ti fajsojnë të tjerët për blokadën, por në vlerësimin tim, në pamjen time, me Fajit Bajqinosi po duket sikur me qenë përfasuesi PDK-s ai LDK-s sonte. Me si përfasuesi PDK-s LDK-s? Përfasuesi partisë është
mbi 51.1% votave. Po sillet si humbës. Po nuk mjafton si president. Jo, po zoti Bajqinuqi. Po sillet si humbës. Zoti Bajqinuqi, ti duhet më na i dhoni përgjigje neve si panel këtu. Si humbës. Qysh është e mundur në mund që ju peqoni kredi opozitës, qa që do, qa që vogël, edhe po mund mja udhru qeverin me 52 numra. Tregëm ti mua. A mundet me u zgjedhë presidenti pa të edhe pra? Una? A mundet me u zgjedhë presidenti pa të edhe deputet? Shmon. Po tash, presidenti nuk u konë zgjedhje. Po tregëm. Nuk voton populli Kosovë për president Zoti Bajqinuqi. Veç a kemi kërku edhe, a kemi propozu 3 emra le ti dërgojnë. Me fe. Qa ju tek me këta 3 emra? Po s'ko fuqi me zgjedh, qiko. Lemani fjali. Alil, nuk po ki argument. Nuk është korekte me lujt me emnat e qytetarëve të republikës. Ne kemi garantu. Nëse ti nuk jau garanton numrat, vota. Jau garantojmë numrat. Ne kemi garantu numrat, vetëm dërgojnë emrat. Ja. Jo po. Kur, me vajt Bajqinuqi ka fshin qumë Muhamedin Kulloshin, Ilir Dugullin, Derim Sholin, Pezom, Vedon Surujn, kur veveja vot për ta s'ka Gabim. Kur? Gabim. A beson shumë që mës kish besu opozita që mundën që të zgjedhe me dëmtu Albinin. Gjithë qysh ja kish propozu 3 emra. Ka për dëmton Mas Albinin. poj për Keno, me fajl, ta shumë debati përgjithshëm kjo. Mos i thuni be opozit, Kosova ka grupe politike opozitare. Nuk ka opozit bashku, ma ta s'mujnë me i bo 30 numra bashkë. Sepse, domon kanë interesat ndryshme. Po shkondër Albinit po blokuan, po bojnë të bërë bashkë. Belaja politike Ta demartohet. ju keni qef që edhe lista sërbs ka me konë me ta. Po janë shpesh, po na blokojnë në çdo vendim kur po jem puna në kuvend. Apo më lejon. Ja, asti vendim. Zakon 200 milionë që e blokojnë. Ja. Ridi. Belaja politike. Listët sërbs ka bilet që ju i keni përjashtu kështu. Po i kena përjashtu. Me karate. Ti japi me emër kësaj pune. Belaja politike nuk ndodh midis Albinit dhe PDK-s. PDK-ja ka të qartë raporti me to. Edhe pse ka shku zoti Hamza në takim te Kurti e ka pasur të qartë që me të epilogu nuk prodhon kompromis. Belaja politike demarkohet, kufizohet në 3 figura. Ato janë Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe Lumir Abdigjiku. Në këtë habitat politik, shtrihet diskutimi, replika, akuzat të ndërsjella dhe gjithë lëmshi politik i krijuar në Kosovë. PDK-ja është në pritjen e madhe se shpëndohet në gjykatë speciale në një proces tepër historik, të rëndësishëm, jo vetëm politikisht, po për historinë tonë dhe e mban raportin konfuz të vendimarrjes. Pare nuk ja PDK për popullin, po është të i prit ata. Shiko, jo të i prit, po ndodhet në një situatë të konfuzitetit të asaj lloj vendimarrje për drejtimin këtu pajtona. Ka përgjegjësi. Unë po e flas të vërtetën. Mef, ka përgjegjësi. kjo është e vërteta. Kështu që Po pak edhe e ko komoditetin, debati reduktohet në 3 figura politike për lëmshin e krijuar. Është Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe Lumir Abdigjiku. Kaç? Hajde shojmë Se që propozishin 3 emra dhe mi jam qilë gojnë Zoti Albin Kurti e tha, jemi sikur në zetën pandemi. Po do në me shqit, e tha Ridi Maja, të regimin e njojtë, mos harroni Kosova pandemi s'ka pas që vjetë. Okej. Një të regim të jërë nuk shqitet me fajtë. Okej, vetëm pak të shojmë një gjika. Fred, se kemi se ju thash shikuesit, më falni kamerman të ndëruar që ju futem në... si ka pos 14 ose 42. Si ka rezultuar vota e shikuesve në YouTube, kush e ka fajin për zgjedhjet, vetë vendosja thot 33%, opozita 67%. Sa kanë qenë votues? 1552 vota, 53. Qërë naltë. Po, a janë këto vota që përshë? Kjo është një që Matushi është sociolog, kjo është një matje relativisht. Po, nërko që në Facebook ka shumë komente, po kjo le tjetë. Po, disponimi i qytetarë. Kjo nuk ka matje Disponimi atyre që po ta shohin sot. Është matje. Po një njeri për një kompjuteri në atë sobën e Florim Krasniqi me i bo një mitë. Ja, s'mundet një. Ja, s'mundet. Unë citova me fajt, jo unë. Ti po e citon, po ti... Mefi mos i ke organizu votuesit? Po ju asni herë se keni demantu Florim Krasniqin. Halil. Zyrtare. Halil. Gjithmonë po thu, Albini kanë qenë pandemia, ka fitu, pastaj erdhë kë, po dëni me ashit. Po ta shiko pas e 2%. Po le më burë. Po vazhdo. Po le më një minutë, se s'ponodesh. Pa tjetër. Halil, aksidentalisht ke thonë ka fitu në 2021. Aksidentalisht po thu ka i mur 42% në 2025. Jo shfash, 2025 nuk pak.
aksidentalisht po ju duket edhe dhjetori. Mos po krejt po mendoni në për studio televizive që është 6 vjet aksidentalisht e merr Albini kush po mendon? Nga historia politike, zoti Bajqinoçi, zoti Bajqinoçi, ju fajtor, populli e dini mirë. Jo, ti e din popull që ka bërë. Nisoi. Ja, veç pak. Do me thonë jam një minutë. Populli e ka po kush o fajtor edhe kush me blokon Albinin. Kështu po fajtor. Në rregull jemi. Edhe të kalon me 15 deputet apo edhe me 10. Zoti Bajqinoçi, populli e ka poçi që është fajtor. Edhe do regjime para po që ju kon fajtor. Çfarë regjimi bre? Po, çfarë regjimi? Ka dalë cili regjim? A kërkuam edhe debat për presidentin bre. Pse nuk erdhën seancë bile? Pse s'erdhën seancë? Se më ongë ju po ju Okej, a mund t'jetë indikator kjo rezultat vetëm atë. Po thu regjimi, çfarë regjimi Dal pak, Bajqinoçi edhe Matoshi, dani vetëm pak se mos krijojmë shamat. A mund t'jetë indikator ky? Për shkak kredibiliteti është një komponent shumë e rëndësishme në politikë. Edhe kur e ka kesh ka njerë vetëvendosja, edhe kur e ka mirë opozita, nuk mundet mju përkthym vota. Se e ka nuk kredibilitetin këtë rast opozita, e ka besimin shumë të madh vetëvendosja. Kjo reflektohet edhe në këtë kësi. Narrativa e vetëvendosjes, që fajo është opozita, ka me fitu. So ka mu përkthy, a ka mu përkthy 60%, a 51% prap, a 55%. Kena me po shumë shpejt në zgjedhje. Unë mendoj që kjo narrativa se ka fitu. Narrativa e tyne ka me fitu. Ka me fitu. Se opozita... Pyetja suggestive, është pyetja e bome si shpyt vetëvendosja, më falë. S'është bre ashtu se s'ka lidhje se ajo. Bone pyetjen ma dyshin e se forma e shë rezultat. Po e bëjmë edhe Që një vjet e gjys vetëvendosja që të pyetje e shtot, zoti Sadiku. Jo, s'ka vetëvendosja në për media i publikon pyetje. Shko pyetje Prandoje. O, s'ka lidhje për se s'është vetëvendosja e pyetja ime është. Po pyetja o Sadiku. Nuk ka suggestive, Halil. Vetëvendosja. Ja. O Halili u dzi, kur e po këtë rezultat. Jo, mo jo, po kompjuterat. Halili e dha një përgjigje shumë korekte në fillim, po pastaj nuk e di pse. Ti e ke bo përgjigje që është ka thonë Albini. Jo, këtë se tha. Kjo shpifje duhet pa disa Halili. Kjo da është pyetje popullore, që shtruhet vazhdimisht për ju. Halili e dha përgjigje korekte. Kushtrimi e ka shtru këtë pyetje. Kushtrimi e ka shtru. Zotri të nderuar. Si pyetje gazetare përgjigje korekte e Halilit. 33% dul. Okej, përgjigja korekte e Halilit ishte që ky mund të jetë disponimi një pjesë të shikuesve që po na shohin. Kaq është korekte. A mund të jetë indikative për ty? Momentale. Po. Momentale po. Rridhje për ty. Kjo tregon për mendimin tem shumë që votuesi vetëvendosjes është i ushqyer me motivin për ta mbështetur pa lëkundur partinë që kishte mbështetur edhe në të kaluarën. Shikoj votues të opozitës, të partive politike, janë pasivë që kanë qenë gjithë këto 5-6 vite, janë indolent, domethënë, dhe nuk po ushqehen me motiv. Po. Për forcu mbështetjen e partive tyre. Unë s'po them që finali, kjo se jemi në sezon ciklik. Do ketë shumë pyetje çdo numra televizeve tyre etj, por kjo tregon shumë që vetëvendosje në zgjedhje po hyn me tregimin e qartë politik. Okej. Të këtij viti. Çilo ka uza shoh. Shkoj me pyetje. Me tregim po i. Tregimi po. Me tregim. Me tregim. Po ka uza Halil. Me tregim. O Halil. Nuk e di ty që do. Ça u ngritën kom tani se. Po mos po ngritet kom edhe Halili. Halil. Po ngritet. Jo se ai mallu duk la kesh Halil. Gjithë po ngritem. Kanali 10. Emisioni Politiko e ka bërë një pyetje. Po. Edhe tentove pyetjen pastaj me deviju edhe me akuzuar kushtrimin. Ja, jo e akuzove kushtrimin. Fal, lejom një minutë. Erdhi dita me mjefi po mbron mu. 33% thonë që fajin e ka lëvizja vetëvendosje. Opozita thotë e ka Halil 67%. Biri Gërshan. Ata je kumpej kuvendi gjyshta Albini. E shkojmë me sistem një partia. Ta bona pyetje nuk u vërgjegje. A je i lumë të tjilë pyetje tu në sistem një partia.
Albin Kurti tha duhet me undru opozita. Po këtu s'jemi për të folë veç për Albini, jem të folë unë edhe ti. Beri Gershon t'ja prej flak se Edhe ligje, edhe këkejna. Na jemi këshe, jemi individ. Okej, shkojme me pyetjet e shikuesve, se Mefi pak e ka dhe dramaticitetin. Jo, një fjali juve që soj, se ball e kryve. Ja, ball e kryve se e deni juve. Edhe një fjali duhet ta ketë Halili, sepse ma akuzoj pa drejt ma herët. Jo, unë e thash. Në kuptimin gazetarës, që më bati jam 40 vjetë. I tha 2 gjona. Pyet është korrekte, por kuptimin e frymës popullore është pyetje e veves. Që shtohet që 6 vjetë. Se bre, po veves? Sepse mungesë të qeverisjes, mungesë të qeverisjes mirë, këta dojnë me gjetë fajtorë. Po kalë e fajtorë këtë venë jonë veç vetë. A ka qeveris 5 vjetë lëvizje dhe i murë 50%. Okej. Se si murë opozita. Shkoj me pyetjet e shikuesve. Sepse kanë morë edhe 99% në vendet. Ja. Ale s'po ki argument. Shkoj me pyetjet e shikuesve se s'kemi kohë. S'kemi kohë. Rrëfimi ti, tregimi tyre nuk ka mujt me sfidu zotin Kurti. Opozita s'ka pas tregim hiç, këto pe pranoj. Atë lloj tregimi që ka. Atë pse zoti. Okej, shkoj me pyetjen. Sepse ndali mikrofonat, s'kemi kohë. Për ndryshe sjeni duke dëgjuar. Okej, shkoj me pyetjet e shikuesve. Nuk akuzohet. Fatmir Mehuka i thot përshëndetje të gjithëve, kam një pyetje për deputetin Bajqinovci. Thot, kjo sjellje juaj është krejtësisht e paefektshme, thot nuk ju dhezi dhe goditjet tuaja të karates nuk arritën asgjë. Nuk jeni duke ofruar alternativ dhe kjo do të përkthehet në rezultatin zgjedhor. A ka drejt Fatmir ose jo? Më fal, kjo është mendimi i zotëriut, unë e thash edhe një herë, lëvizja vetëvendosje i ka bërë mbi 10 lëvizje për ta zgjedhur presidentin, kemi kërkuar takim, kemi kërkuar qartësim, kemi dhënë propozime që ju ti si opozit ti dërgoni 3 emra, dhe në fund kemi kërkuar edhe nga Lidha Demokratike që ti bjerë 15 nëshkrime për këtë që kanë ata interes për me e bo president nuk i kanë dërgu. Unë nuk di çka duhet me i thonë mo, por tash mendimi qytetarëve është. Okej, Ilir Morina, përshëndetje thot Kushtrim, përshëndetje Ilir, të përshëndesim gjithë këtu, desha të pyes zotin Bajqinovci dhe të tjerët. Thot, a mos i pati fajet Vjosa Osmani për shkakun që ja mori Albinit vëmendjen ndërkombëtare, sepse Albini më vonë nuk e kandidoi atë. A ka të drejtë Iliri në pyetjen që e ka ose jo? Unë e thash edhe një herë, ne kemi fituar zgjedhjet në vitin 2025 me 28 dhjetor me 51.11. Dhe kemi garu me koalicionin qeverisës lista Guza Alternativa dhe pa Vjoson, po normalde. Edhe nuk e kemi pas na objektivin për president, por në deklaratat e kryeministrit ju e sheni shumë thjeshtë është. Jo, thot aja ka marrë vëmendjen ndërkombëtare për këtë. Jo bre, nuk ka. S'është vërtet thu. Dëgjom, nuk lidhet ajo punë se tash normal që ka me pas debate zgjedhore që jo për shkak të aspektit ndërkombëtar. E thjeshtë është pyetja duhet të shtrohet opozitës. Pse se keni bërë opozitën se kemi këtu? Se kemi këtu. Kushtrim. Përgjigje Halil, s'kemi kohë se ka edhe 50 pyetje tjera. Pse Vjosa Osmani nuk e kanë propozuar? E bëre 50 herë atë pyetje. A mos i ka fajat që vëmendjen thot ndërkombëtare ja ka marrë Vjosa Osmani që Albini nuk e ka mbështetur? Po e kemi thonë vazhdimisht, unë e kum thonë. Me që është duke bërë pyetje ti përgjigje. Vëmendja bordi poqës i ka ndryshuar krejtësisht gjanat. Ken? Edhe trampizmi. Po. Mendoj që nuk ka pasur gatishmëri nga ana e Kurtit që Vjosa të vazhdoj në mënyrë se ka bo në mënyrë kundër kushtetuese, po zoti Kurti ka drejtë se na jemi sistem parlamentar, qeveria dizajnon politikën e jashtme, po ndoshta kanë mujt me arrit konsenzus. Ridi, 2 fjali. Se ka pyetje tjetra. Po konsensusi Thot, a mos ja ka marrë vëmendjen ndërkombëtare prandaj se ka mbështetur. Nuk ka vetëm ajo që i referohet krenari dhe Halili me drejt në base përfaqësimin ndërkombëtar që bëri Vjosa Osmani në shkurt se ka pyetje tjera? Po të lutem ta mbaroj fjalin, po kam pritur që sa një orë. S'ke pritur ta mbaroj. S'ke pritur. Shiko. Edhe duhet të pyetje nuk shquhem më shumë. Vjosa Osmani, nëse ju kujtohet, në fjalimin e fundit vjetor të vitit 2024 e ka çortuar direkt qeverin Kurti duke i thënë asaj se nuk mund të luani bixhëz me fatin e aleancave.
ka sulmuar zotin Kurti në krye kauzën e tij për sovranizimin e Kosovës. Jepe përgjigjen, s'ka kohë. Kështu është Okej, shkoj pyetje tjetër. Dhe nga ajo kohë, pastaj, edhe që ka vazhduar më tutje, ajo, po. Ti e kupton kohën televizive më shumë se të gjithë, se jenë televizion që 3 po 2 fjalë libre, a është ashtu se s'është ashtu? Është ashtu, s'është ashtu? Si ashtu kështu? Po ata bëri pyetje tha, ja kanë bërë marrë momentin ndërkombëtar, prandaj se ka kandiduar. A ka drejt ose jo? Shkruaj thoj hap në lëpën ChatGPT, a ç'a më thon? Faleminderit me respekt e me kujdes, po s'mo i më dhon as i përgjigje. Okej, faleminderit shumë. Përgjigje shkollore të Fatmir Bytyqi, presidenti Kushtrim, pyetje për zotin Bajqinovsi. Pse ju thot merreni me opozitën? A mendoni se nxitja e urrëties dhe sulmi i oponentëve politik është kontributi politik në të mirë të shoqërisë? Me respekt. Pyetja e Fatmirit ndaj juve. Absolutisht nuk merremi, por ne duhet të tregojmë që çështja e presidentit nuk zgjidhet nga 51.11, sepse aty janë 66 deputet dhe duhet të jenë 80 të pranishëm. Andaj kompromisi ka qenë, e ka bërë publike zoti Kurti, por nuk ka pas vullnet politik nga opozita që ti dërgoj 3 emra. Okej, Halit Nezaj, po ashtu shikues si rregull i këtij emisioni, përshëndesim. Thot zoti Bajqinovsi, për mi u besoj juve që opozita që nga fajtore, sepse nuk kanë pranuar ofertat e Kurtit, ka qendash Trumpi live me bisedu dhe populli me kuptu tamam kush është fajtori. Pra, pas ka pritur Haliti që Trumpi të merret me neve këtu dhe na zgjedhë. Jo, mendoj që nuk merren shtetet e fuqishme. Po ka drejt më mos, ai ka hënë thellëm. I ka unë kësoj zujës presidente. I ka unë thellëm. Kur keni probleme me Serbini, ka thënë. Po. Jo. Me thonë drejtën ajo i bjen në rid thellëm ku i dush. S'po ku dhune edhe ty po thom, thellëm ku i dush. Okej, Muzafer Avdyli, pyetje tjetër. Presidenti i nderuar, Kushtrim dhe të nderuar panelist, kam një pyetje për zotin Mefail. Blokadën e dim dhe e kemi pa, prej kur nuk është votuar Albulena dhe Tutje. Thot, a mund të ketë dorë Serbia që po ndodh kjo situatë e kjo blokadë politike në Kosovë? Ja, unë mendoj që nuk lidhet, nuk. S'ka lidhje për Ja, to? nuk. Korrekte. Fatlum Rudari thot, një koment për zotin Bajqinovsi, thot, pa qenë thaqi këtu, s'ka sen. A ka të vërtet diçka këtu Fatlumi? Nuk duhet flas për njerëzit të cilët janë duke u gjykuar, andaj ju lutem t'i lëmë. Të përmbahemi, ha? Po, t'i lëmë. Absolutisht, po. Përgjigje korrekte. Bujar Letaj, një pyetje direkte për Mefail Bajqinovsin. Thot, pse nuk ka flamur të Kosovës kur zhvillohet asambleja e përgjithshme e subjektit politik Lëvizja Vetëvendosje? Po, ju e dini edhe me statut edhe me i keni pa dhe deklaratat që Lëvizja Vetëvendosje Nuk e nje Kosovën. Ja, nuk e thash ashtu. Me konë që nuk e nje Kosovën, nuk është kryeministër. Qyse mund flamurin e Po sot? mirë dhe, e kanë në statutin e vetë. Po ndërlojnë e me fajtë që po. Ne ju e dini se për Lëvizjen Vetëvendosje se cilat janë synimet, por kjo është çështje që është e partisë dhe vendosin. Okej. Fatlum Kryeziu thot, këta thot nuk po garojnë kush e bën shtetin më të mirë, por kush e arsyeton dështimin më të bukur. E ka komentin shumë interesant. Thot vetëvendosja në pushtet po shet justifikime në vend të rezultateve, ndërsa opozita po pret me përfitu pa ofru asgjë serioze. Në fund, thot qytetari mbetet spektatori në teatri politik, ku dyja palët luajnë rolin e vet, por askush nuk merr përgjegjësi reale. Komenti i Fatlum Kryeziut. A ka drejt Fatlumi ose s'ka drejt Fatlumi? Jo, nuk ka drejt, sepse mendoj që dihet saktësisht kush është fajtor për çështjen e shkuarjes në zgjedhje. Dhe ajo është opozita. Opozita nuk i ka 100% MEF. I ka 49. Po pra, i ka 49, po 51 i ka. Tregimi vetëvendosjes o kë? Jo, tregim çka thot kushtetuta, çka thot sakt procedura. E kuptoj, jeni në zgjedhje, është tregimi juaj. Dëgjom, aja më se bën. Po e amplifikon, po e forcon këtë narrativ. Nuk është narrativ, po është e vërtet. Vetë lëvizje i kena bo për me bo presidentin, asnjë kërkesë nuk e kem nga opozita për president. Nuk e kem asnjë. E opozita ka hesh, bile ka thonë. Me posë se s'ka fuqi. Po dën me arsitu për fuqi. Jo ka. Jo keni fuqin bashkë pullkejt. Jo, për këtë se kem. Qitvena? Nuk e patëm për kryetar të kuvendit, po shkum zgjedhje tani.
Edhe vendosi. Mefi, pyetja ime e fundit, e drejtuar nga unë është ato a mbështesni zonin Rushiti edhe në situatën e ardhshme pas zgjedhjeve për të qenë president e Republikës Kosovës. Shqyqa, une nuk jam në kryesi televizis do të vendose kushtrim edhe nuk e dim se si do të rrjedhin gjërat. Nuk e vendosja aty mbrana? Jo, në kryesi, thash. Në kryesi, po. Unë jam këshill të përgjithshëm. Okej. Dhe unë mendoj që varet se si do të shkojnë gjërat dhe unë mendoj që zonja Rushiti si një zojë respektuar është dashur të votohet sepse kjo opozit shumë ma shumë e ka lavduar se sa unë e kam pas 2 herë takim me to përpara sa kam qenë si deputet, por nuk e kam njoftë, i kam pa postimet e opozitarëve, por jashtë që si shoqëri civile si një grua e jashtëzakonshme që ka kontribu shumë, nuk o votu. Na e bëm tonën e qitëm dikën nga shoqëria civile e panvarne. As këtë nuk e pranuan, unë nuk di çka duhet më pranu. Okej, këtu është lajmi i keq për shikuesin, besoj, në këtë momente. Këtu përfundon politikë. Mendoj rritin shumë krenarin, Halilin dhe Bajqinovci për pjesëmarrjen. Dhe natyrisht që intensiteti i politikës do të shtohet për arsye se fajin e ka Mef Bajqinovci bashkë me gjithë politikanët e Kosovës që po na shojnë në zgjedhje. E dim ne që që opozita Mefi është totalisht në shërbim këtu t'juajin për çdo herë të përgjigjemi, po fajin duhet ta drejtojmë ka opozita pse nuk e votoi presidentin. Kjo është pikpamja juaj politike. Në përkorridore, opozitën. Tani gjithë do të kemi këtu në studion e politikos, për arsye se studio politikos është për gjithë është arenë e drejtë e debatit të vërtet në Kosovë, prandaj ju e keni besimin e plot dhe ne i gëzohemi këtij besimi. Natën e mirë, pason adresa pas pak.